Hoxhë, ndoshta me diskutu edhe një temë, lëvizja anti-islame e Deçanit. Çfarë komenti Me keni? thëmë të drejten, pasi që ne jemi afër Deçanit dhe e konsiderojmë Deçanin pjesë tonën dhe edhe Peja është pjesë e Deçanit, jemi domethënë 10-12 kilometra. E para çështja është pa drejtësisht të inveshet ky emër dhe ky aktivitet destruktiv Deçanit, banorëve të asaj komune, ata banor fisnik, Trima. ata njerëz bujar, po nuk e di pse ashtu, pse ka ndodhur, sigurisht a ka ndonjë tendencë. Me të thënë të drejtën, sonullah, nuk meritojnë të merremi me ta nga se e kemi pa gjatë këtyre muajve çdo gjë është zbardh nga ato motive të errta të cilat në fillim nuk i kemi ditur. Por dua të ndalem tek një çështje. Mu fare, tani po flas edhe si qytetar i Republikës Kosovës, por po flas edhe si një profesionist edhe njohës dhe studiues i Islamit, mu fare nuk më shqetëson fakti pse një qytetar i shtetit tim vendos me e zgjedh një rrugë, qoftë ajo rruga e besimit apo mos besimit, qoftë rruga e ateizmit, qoftë orientim i caktuar për të besuar. Por ajo çfarë mua më shqetëson dhe këtu dua të ndalem, mua më duket se organet e rendit dhe të gjyqësisë, organet e drejtësisë, si duket kanë një tolerancë, tash ky është mendimi im jo profesional, por mua kështu më duket kanë një tolerancë më të madhe, ndoshta ata din sigurisht më mirë, nga se jam i sigurt se çdo gjë vëzhgohet dhe përcjellet, nga se Kosova është vend i vogël dhe ne të gjithë njihemi dhe kemi takime të përditshme me aktorë të ndryshëm të institucioneve tona, që janë takime që ndodhin për raste dhe në situata të caktuara. Gjuha e urrejtjes, mosdurimi fetar, përpjekja për ta polarizuar dhe për ta përqa shoqërinë në vendin ton, këto nuk duhet të tolerohen asnjëherë. Nga se është e papranueshme kur dikush beson edhe mendon e pastaj edhe e thot atë se un mund të jem shqiptar i mirë vetëm nëse un konvertohem në këtë besim apo atë besim. Them të drejtën, këtu pak prap ky është mendimi im personal, mua më duket se heshtja e i peshkvis katolike nuk është korrekte. Nuk është korrekte, këtë e kam thënë disa herë, tani unë po flas vetëm si një qytetar, nga se nuk kam kompetencë të flas në emër të Bashkisë Islame, por po flas vetëm si një qytetar i Republikës së Kosovës. Nuk është më pakta çfarë mund të them për heshtjen dhe pozicionin që ata kanë zgjedh përballë gjuhës së urrejtjes, përballë mosdurimit fetar. Mua më pakta çfarë mund të them, më duket një qasje jo korrekte prej i peshkvis, nga se dhe prej priftrive të caktuar kemi pa, kemi dëgju dhe kemi lexu deklarata tendencioze. Kur ne e dim, të gjithë ne e dim gjendjen dhe situatën çfarë është në Kosovë. Kosova nuk është një gjeografi me qindra kilometra, Peja është në perëndim, nëse e marrim gjeografinë dhe hartën e Kosovës, ne qytetin më të largëtin e kemi atje, po themi në pjesën lindore ose jug lindore, që është qyteti i Kamenicës, e që i bie diku 2 orë pak ose 2 orë më pak apo më shumë, 10 minuta plus minus prej pikës më të lartë me shku prej Pejës deri në Kamenicë dhe Anaseltas. Ne të gjithë e dim sa i kemi të mbushura xhamiat, sa i kemi të mbushura kishat, cili është interesimi i qytetarëve ton, xhamatit dhe grishës së tyre. Prandaj nuk është mirë të bim në gradsken e atyre planeve të këqija dhe atyre agendave që nuk ja dojnë të mirën as popullit shqiptar, as xhamis, as kishës, as vendit ton, as ardhmërisë ton, por sigurisht në një të ardhme jo të largët,
edhe një herë dua këtë ta nënvizoj fuqishëm, unë jam shumë kurështar që në një të ardhme jo shumë të largët, ne do të kuptojmë, do të lexojmë, do të shohim, do të dëgjojmë se kush ishte pas këtyre organizimeve dhe nga cilat shtete dhe cilat janë adresat dhe kush janë ata të cilët kanë suportu këto lëvizje apo këta akter, se ne nuk duhet të merremi me masën se njerëzit keq përdoren, janë viktim, por gjithmonë janë ca individ, prandaj uroj dhe jam i qetë se në shtetin ton nuk do të kemi probleme të tilla, nga se ne kemi arrit në momente shumë më të vështira, në kohën kur nuk e kemi pas shtetin lirin, kur kemi qenë në tytat sërboslave, ka pas edhe atëherë tendenca me beso, sunullah, unë për shkak se siç e kuptuat në fillim, kam lind dhe jam rrit në një familje të hoxhallarëve, kam qenë shumë fëmijë kur kam dëgju babgjyshin tim në vitet e 90-ta, kur ka pas një fushat nga disa intelektual dhe ka pas iniciativa që në për të pame të luftohet selami, mërhabaja e kështu me radhë. Vitet e 90-ta, në emër të asaj se Amerika nuk do të na ndihmon, në emër të asaj se ne po shihemi ndryshe, por ja që është pikërisht ajo bota demokratike që në vitin 99 për herë të parë aleanca e NATO-s e bombardoi një shtet mizor, një shtet kriminal, siç ishte Serbia e Miloševićit në atë botë, për t'i dalë në ndihmë një populli të vuajtur, një populli të shtypur, siç ishte populli shqiptar dhe të tjerët në Kosovën tonë. Prandaj uroj dhe besoj fuqishëm që do të kemi rastin të kuptojmë të vërtetën dhe do të dalin motivet dhe atyre akterëve që e kanë shit shpirtin e tyre për agenda të errta, ata do ta kenë vendin në anën e errët të historisë tonë. Është një fakt që asnjë të ri nuk e kanë, shumica janë pleq. Aty këto dënetria më shumë. Dëgjoni, neve na vjen keq për çdo kënd, por me besoni shumica janë viktim, edhe janë të keq përdorur, janë të manipuluar, janë të dezinformuar, prandaj neve na vjen keq kur do qofshin ata cila do të qoftë mosha e tyre apo gjinia, por megjithatë ne nuk do të lejojmë si shoqëri, nuk do të lejojmë që ne të jemi të polarizuar dhe të pranojmë një karrem të tillë i cili është jashtëzakonisht i dëmshëm për gjithë. Hoxh, porzit folën për Deçanin. Deçani njihet si qytet i vogël, por që ka prodhuar shumë trime, heroja. Një ndër to është edhe familja Haradinaj. Po, në luftën e fundit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zona e Dëxhanit ka qenë një zonë gjithandej e prekur nga lufta dhe një pjesë e madhe e trive dhe të rejave kanë qenë pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Është edhe familja e njohur Haradinaj, që kanë dhënë një kontribut nga familja edhe e ngushtë, por edhe e gjerë Haradinaj. Kemi edhe dëshmor të kombit, prandaj neve na mbetet për kontributin që ata kanë dhënë në kohën e luftës në ushtrinë çlirimtare të Kosovës në çlirimin e vendit. Vazhdojmë të kemi respektin dhe të gëzojmë respekt. Janë të njohur edhe dy generalet, dy vëllezërit Haradinaj, por është edhe një emër jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm dhe i fuqishëm nga familja Haradinaj, edhe ai është general e që tani në ditët e fundit është shumë aktiv, por jo me përkrahje të madhe prej pjesës tjetër të popullit, është miku im i respektuar Nesim Haradinaj, i cili vazhdon ta bëj pothuajse i vetëm betejën kundër padrejtësive të cilat po ndodhin në gjykatën speciale në Hag, ku atje padrejtësisht po mbahen të burgosur dhe po trajtohen padrejtësisht në atë formë si po trajtohen krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Më pëlqen shumë fakti që komandanti Nesim Haradinaj i ka raportet mira dhe me hoxhën Shefqet,
e viziton Por unë kisha thonë jo vetëm Hoxhën Shofqet, ata të cilët e njohin generalin, generali ka raporte me shumë hoxhallar, ka raporte të mira me gjithë, por edhe ai pati fatin jo të mirë, edhe ai u përsekutua për disa kohë padrejtisht nga Haga dhe uroj që ata të cilët janë ata të kthehen plot shëndet, të kthehen faqebardh dhe njëherë për gjithmonë të merr fund një gjykim i tillë i padrejt, i cili me të vërtet po na shkakton një shqetësim të panevojshëm gjithë neve. Du ta cek edhe një fakt, më pëlqen fakti që Ramazanin e fundit, komandanti Ramosh Haradinaj ishte me një iftar me Hoxhën Ekrem Avdiju, Adem Ramadani e tjerë. Qasja e tyre ndaj fesë islame, elhamdulillah, është e mirë kohëve të fundit. Po ashtu edhe generali Daud Haradinaj, i cili Hoxha i nderuar Fatmir Latifa me një video prononcim tregoi se si ja ka paguaj umrën një ushtari, një veterani të UÇK-s. Në përgjithësi këto janë do sinjale shumë të mira nga familja Haradinaj, heroike. Po me të thënë të drejtën, ata janë një shtëpi e madhe, një familje e nderuar dhe respektuar, dhe familjet e mëdha kryesisht janë edhe familje bujare, janë familje fisnike, prandaj uroj që gjithë ne të jemi çdo herë në udhë të mbar, në udhë të mirë. Amin.